Dy avion janë përplasur me njëri tjetrin derisa po performonin në qiell në Saint-Dizier në Francë. Aksidenti ndodhi më 25 mars afër bazës ajrore 113, gjatë një stërvitjeje ku përfshiheshin 7 avion Alfa. Forca ajrore ka thënë se të dy pilotët dhe një pasagjer patën mundësi të shpëtojnë në kohë dhe se ata u gjetën me vedije, raporton The Sun. Pamjet nga aksidenti janë publikuar me njerë në rrjetet sociale, ku shihen disa avion që performojnë dhe 2 prej tyre që përplasen në një moment. Gjatë shfaqjes, avionët lëshonin tymin me ngjyrat ikonike të flamurit francez, bardh, kuq dhe kaltër.